Me plot kuptimin e fjalës, ajo mund të krahasohet me venën. Sa më shumë vite kalojnë, aq më e mirë bëhet. E kam fjalën për këngëtaren Eli Fara, e cila vjen sonte në prive, për të na shpalosur shumë detaje për të dhe për karrierën muzikore. Mes tjerësh, ajo do të na tregojë të vërtetën e deklaratës e cila bëri bum në portalet tona. Si e cilëson ajo martesën e dështuar? E ndjekim bashkë Eli Farën në një historie nga Florian Halide. Djeli zjarë e shilpik. Është ajo këngëtare që ëmbël këndon muzikën popullore, zbavitëse dhe pothuajse të gjitha zhanret ndërlidh njëra pas tjetrës. Është nga Korça dhe këtë ajo tregon me shumë krenari. Këndon që nga vitet 80 nga ku ka realizuar rreth 7 albume. Ka një vajzë të quajtur Marina me cilën Eli jeton herë në Amerikë e herë në Tiranë. Është miqësore me shumë këngëtar, por më së shumti me Merita Halilin dhe Bujar Qamilin. Ajo pa ndalur vazhdon të prodhoj këngë hite të një pas njëshme për publikun e saj. Lajme që shpesh lexojnë për të sipas saj janë shpikje, spekulime, por ka edhe të vërteta. Për mua këto gjërat që nuk janë të vërteta ose shpifje, gjëra, artikuj të ndryshëm që dalin, nuk është që më lënë ndonjë përshtypje dhe merrem me këtë pjesë. E kaloj me të qeshur pas një fjalë dhe kaq. Nuk meritojnë vëmendje. Pjesa më e rëndësishme për mua është puna, aktivitetet që kam, kënaqësia që më jep publiku, këngët e reja që mendoj të sjell çdo vit, të jenë sa më të bukura, sa më afër publikut dhe të bëhen hite. Është këngëtare që përveç këngëve pëlqehet edhe në shumë aspekte tjera nga publiku i gjerë, por këtë cilëson ajo si target të saj. Kjo më jep mjaft kënaqësi në fakt, sepse mendoj që sidomos me këngët e fundit, absolutisht kam glabëruar dhe fëmijët e vegjël, 2-3 vjeçar, sapo lindur, që këndojnë këngët e mia si Danglat, Me Amos, Vetëm sonte, Romale, patjetër, do të thotë që kam kapur të gjitha brezat. Është një sukses i jashtëzakonshëm për çdo artist. Eli Fara dhe sot e tutje vazhdon të jetë një ndër ikonat e bukurisë shqiptare, falvijave të theksuara të fytyrës, ëmbëlsisë dhe paraqitjes së saj prej vitesh, gjë për cilën ajo ka një metodë kujdesi dhe vëmendje në atë që bën. Nuk është që nuk tregoj kujdes, sidomos sigurisht që investoj shumë për imazhin. Dhe ndonjëherë të vjen keq që për këtë investim që i bën imazhit, ndoshta në një dalje, në një ndriçim të keq, në një pozicion kush e di si qëllon, të prishet ky imazh dhe askush nuk marr përgjegjësi. Viteve të fundit, shumë artistët tona kanë filluar të ngjasojnë në fytyrë me njëra tjetrën. Kjo fal intervenimeve të kirurgut, por kjo nuk vlen për Eli Farën, e cila pavarësisht moshës së saj duket për mrekulli. Tregoj kujdes vetë, më shumë për veten time, nuk është që frekuentoj spa, sallone, ose parukerit më të shtrenjta, më të mira. Dëshiroj shumë të bëj shopping dhe të blej, kjo është një anë tjetër e imja që më motivon dhe më bën të ndjem mirë. Në këtë drejtim them që kujdesem për imazhin, gjej atë stil që më ri mirë, që më bën të ndjem mirë, në kuptimin që jo të më bëj të ndjem me re apo me vjetër apo ku diu, të ndjem unë mirë për momentin që jetoj. Eli Fara është në përgatitje të këngëve të reja, gjithashtu të disa projekteve që i la peng nga viti i kaluar për t'i vazhduar si vjet, duke mos dalur nga stili që ajo ka krijuar ndër vite. Këngë me mesazhe dashurie dhe të harreshme janë gjithmonë ato që Eli na servon. Tani për këtë vit sigurisht që do të vi me një këngë tjetër të re. Kam filluar të mendoj. Shpresoj që në pranverë do të jetë gati. Ka gjatë në skenë, në një skenë të egar me plot konkurrencë duhet të sakrifikosh në shumë forma veten. E në disa raste të kapërdish ndoshta edhe ato që nuk duhet, por pavarësisht kësaj, krejt këto gjëra që rrumbullaksohen në petkun e estradës shqiptare e kanë bërë Elin më të fortë.
Sigurisht që është shumë e vështirë. Thjesht në fushën e artit, konkurenca është e madhe, sepse për ditë dalin talente të reja, rrymat muzikore janë të ndryshme, preferencat janë të ndryshme, kështu që të kesh vazhdimsi, kaq të gjatë, mendoj që duhet edhe pak zgjuarsi. Këngëtarja është divorcuar nga martesa e parë me të cilën ka vajzën e saj, dhe në një artikull të fundit që qarkulloi këto ditë thuhet që po të jetë martesa e dytë, si e para do të ta grushtoja vetën. Unë nuk e kam lexuar, më tha një mikja ime që ka dhënë një artikull ashtu. Edhe kam qeshur me të madhe sepse thash kjo njerë nuk është shprehje që nuk është shprehja ime, domethënë nuk është në fjalorin tim kjo do të bie koks me grushta, nuk është as në karakterin tim, as në formimin tim, as në mënyrën si mendoj për gjërat, apo se si shprehen. Kështu që kush e ka shkruar, kështu e mendon veten ai person ose nuk e di çfarë të them, por janë qesharake, tituj qesharak. A është Eli nga ata njerëz që nuk përsërit gabimin e parë edhe një herë, fal apo nuk harron duke mos i tejkaluar gjërat? Nuk jam bërë pishman për asnjë gjë që ka ndodhur, sepse nuk është çudi që edhe sot të bëj gabim. Unë martesën time nuk e quaj dështim. E quaj një gjë që njeriu ndjen dhe e bën në moment, një gjë që nuk shkon dhe vazhdon përpara, kaq. Shumë shpesh janë drejtuar me fjalin "bëm nën të ngjaj", duke vënë në konkurrencë me të bien Marinën. Gjë kjo që i duket shumë absurd te këngëtarës, edhe pse vitet nuk po ja lën shenjë. Edhe këto janë gjëra të shëmtuara që çuditërisht thuhen nga njerëz. S'më pëlqen fare, por e kam në natyrë të injoroj gjërat që janë të shëmtuara dhe që nuk më hyjnë në punë, nuk merrem me to fare. Sidoqoftë, edhe nëna edhe bija, fantazi që të dyja.